Presidenti Amerikan Donald Trump ka përmbysur të ashtu quajturin zbulim i rrezikut të vitit 2009, një përfundim shkencor i miratuar gjatë administratës së Barack Obamës, që përcaktonte se gazrat serë përbëjnë kërcënim për shëndetin publik. Ky vendim kishte shërbyer si baza ligjore për rregullimet federale që kufizonin emetimet në sektor kyç të ekonomisë amerikane. Shtëpia e Bardhë e cilësoi lëvizjen si të domosdoshme, duke argumentuar se do të ulë kostot për prodhuesit e automjeteve dhe do të reflektonte në çmimet më të ulëta për konsumatorët. Nga zyra ovale, Trump deklaroi se politika e vitit 2009 kishte dëmtuar industrinë amerikane të automobilave dhe kishte rritur barrën financiare për qytetarët. Kjo është arsyeja pse ne po shfuqizojmë menjëherë konstatimin shesharak të rrezikut dhe po japim fund të gjitha standardeve shtesë të emetimeve të gjelbra të vendosura në mënyrë të panevojshme në modelet dhe motoret e automjeteve mes viteve 2012 dhe 2027 e në vazhdim. Reagimet kanë qenë të menjëhershme dhe të ashpra. Ish presidenti Barack Obama paralajmëroi për pasoja serioze nëse hiqet baza shkencore e standardeve të emetimeve, ndërsa organizatat mjedisore e konsiderojnë vendimin si goditjen më të fortë ndaj politikave klimatike në dekadat e fundit. Ata kanë paralajmëruar sfida ligjore duke theksuar se përmbysja prek rregullimet për automjetet, termocentralet dhe emetimet industriale.